Mazhoranca dhe opozita kanë debatuar ashpër në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave për sa i përket ligjit për privatizimin e truallit shtetëror në përdorim dhe taksës mbi të drejtën e përdorimit të tij. Opozita ka akuzuar mazhorancën se gjatë viteve të fundit janë bërë privatizime korruptive të pronës publike, çka ka sjellë dhe reagimin e menjëhershëm të kreut të këtij komisioni Edmond Spaho. Kjo qeveri ka rekorde të jetë negative për keq trajtimin e pronës publike, si në përdorim, ashtu dhe në shitje. Dhe këtu mund të kemi raste privatizimesh për t'i përmendur si rekorde negative pa fund, të cilat janë bërë sa korruptive, aq edhe politike. Mendoj t'i referohesh qeverisë në cilën ke drejtuar zoti Ahmetaj dhe edhe personalisht mund të ndihesh edhe të rish kokëulur për ato që ke bërë në fushën e privatizimit gjatë kohës që punoi. Përfaqësuesi i Ministrisë së Financave që raportoi përpara komisionit tha se deri tani numërohen 13.700 objekte të privatizuara dhe rreth 28.000 hektar tokë, trualli të cilave nuk është privatizuar. Sipas tij, është zvarritur në kohë procesi i pagesës së privatizimit. Janë mbi 13.700 objekte të privatizuara në vite që nuk kanë privatizuar trualli. Dhe sipërfaqe për këto 13.700, me sa e mbaj mend, janë 28.000 hektarë në duke. Komisioni i Ekonomisë miratoi kështu vetëm me votat e mazhorancës propozimin e sjellë nga Ministria e Financave, e cila kërkon që të ndërhyet në ligj, duke parashikuar që nëse kërkohet të paguhet menjëherë vlera truallit që kërkohet për privatizim, kjo të realizohet brenda 30 ditëve, duke përfituar ulje në masën 20% të vlerës.